Faturat e larta të energjisë elektrike radhisin Maqedoninë e Veriut në vendet me çmimin më të lartë të energjisë elektrike në rajon. Qytetarët vazhdimisht ankohen për çmimin e papërballueshëm të faturave, duke marrë parasysh rrogat dhe pensionet e ulta. Së fundi, Ministria e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale ka hapur shpallje publike për përkrahje financiare të energjisë elektrike në shumën prej 1.000 denarësh në muaj për konsumatorët e sënueshëm për një periudhë 12 mujore. Megjithatë, kjo mbështetje financiare, sipas qytetarëve, është qesharake. Kërkundi ndonjë nuk ka si çmimi të ne. Do të thonë, se ne arrim, ne gjejmë pensioner, se ne arrim kërkundi. Shembull, unë paguaj 70 euro, 80 euro në muaj. Si mund me një pension për 20 dinar të paguash? Ku të shkosh për para? Do të thonë, kjo është më të vërtet shumë çmimi i natë. Ndoshta pak ndihmon, ama çmimi është i lartë. Çmimi duhet ulet, se përndryshe ne shkojmë në kollaps. Rrimën shumë rëndimi të paguajt. Unë pavarësisht kam një lokal aty në fshat, po unë nuk kam, rrimë vjen mjaft. E në mëndzej se paguaj, edhe plus shpej. Penzion kam një penzion të vogël shumë, sigur me marrë një ndihmë sociale, jo më tepër. Po që ashtu do një farfeja ja qesëm qësh, ma të qesh zishë fa të qesëm. Me zort. Jos, janë mjaftueshme të barë ka një 2.000 dinar. Nda anë atere veç shmunën të vajë një dikundi, a ina që kështë shumë problem ashtë. Mashtrit në Evropë, ashtë, se në Austri, se në Kroasi, se mashtrit është e këtu. Në Maqedoni. Maqedoni është mashtrit për gjithave. Rrogat në Maqedoni janë tashti pakës kanë lëvijës, kanë shku për para. Ama si kundra në vendet tjera jemi shumë poshtë. Standardi çmimeve i gjithë është shumë i lartë prema rrogave. Rrogat janë shumë të dobta. Me këto rroga, me familjen 4 çlana, 10 çlana të normale, ai mund të paguajë deri 2.800, 3.000, 1.800, 2.000 dimnit. Verës më pak, se vera nuk harxhohet, ama dimnit ashtu as sikush merr pa tepër shumë. 1.000 dinar është asgjë. Ajo është sikur hin kafe kur të kush ku pagun një kafe. Pe një kafe për meje. Nga Ministria e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, thonë se të drejtën e mbështetjes se kanë anviserit me 1 ose më shumë fëmijë me aftësi të kufizuara, shfrytëzues të ndihmës së veçantë. Me të ardhura totale neto në vitin 2024, nën kufite përcaktuar nga 42.000 denar deri në 80.000 denar, sipas numrit të antarëve, kujdestar të personave, shfrytëzues të kompenzimit për përkujdesje, të ardhurat e të cilëve nuk e kalojnë pragun e përcaktuar, sipas numrit të antarëve në anvisëri, nga 42.000 deri në 160.000 denar. Përndryshe, afati për aplikim zgjat deri më 19 prill. Kërkesat dorëzohen me formular të plotësuar, i disponueshëm në arkivin e Ministrisë dhe në webfaqen ea.gov.mk, i shoqëruar me deklaratë të verifikuar në noter për saktësinë e dokumenteve të dorëzuara, kopje të vendimit për shtesë të veçantë ose ndihmë për përkujdesje, kopje të faturës së fundit të energjisë elektrike, kopje të letër njoftimit të parashtruesit dhe dëshmi për antarët e familjes.